Një tjetër vrasje pa precedent ka tronditur Amerikën. Një person i armatosur ka mësyer në ambientet e brendshme të kampusit universitar të Kalifornisë në Los Angeles, duke vrarë një person e më pas duke vrarë edhe veten. Ngjarja e rëndë shkaktoi panik në godinën ku janë të regjistruar më shumë se 40.000 student. Forca të shumta të policisë rrethuan ngjarjen dhe arritën të evakuojnë të gjithë zonën. Autoritetet po hetojnë mbi ngjarjen ndërsa kampi universitar u mbyll dhe do të jetë në vëzhgimin e rrep të forcave blu. Këto janë episode që ripërsëriten në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë hapur edhe debatin e madh për lejen e posedimit të armëve. Në muajin mars ishte një 14 vjeçar, i cili qelloi me armë zjarri në restorantin e një shkolle në Ohio, por që fatmirësisht nuk shënoi viktima. Ndërsa episodi të martës riktheu mangthin e masakrave në universitete. Rasti më i bujshëm i këtyre lloj sulmeve është ai i Virginia Tech, ku një nxënës i shkollës vrau mbi 20 vet, përfshirë këtu student dhe mësues.